Годината што ја испраќаме не беше лесна. Таа беше година на сериозни предизвици. Година во која државата мораше прво да застане на нозе. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristian Mickoski në fjalimin e tij të vitit të ri drejtuar qytetarëve, tha se viti 2025 nuk ishte një vit i lehtë, por një vit me sfida serioze dhe, siç thot ai, një vit në të cilin shteti duhej të qëndronte së pari në këmbë. Sipas kryeministrit, pas një periudhe të gjatë paqëndrueshmërie, pasigurie dhe institucionesh të tronditura, siç thot ai, ishte e nevojshme të stabilizohej dhe konsolidohej. Ky ishte një kusht pa të cilin ishte pamundur të ecni përpara. Reformat që kemi nisur nuk janë kozmetike, ato janë të thella dhe thelbësore. Reformat të tilla kërkojnë kohë, por janë një parakusht për një shtet funksional dhe një shoqëri të shëndetshme. Jemi të vetëdijshëm se për qytetarët gjëja më e rëndësishme është se si ndihen në jetën e përditshme. Me të drejtë mund të them se viti 2026 do të jetë një vit lëvizjeje dhe një vit transformimi, një vit rritjeje me zbatimin e projekteve të rëndësishme infrastrukturore, një vit forcimi ekonomik me investime të reja, mbështetje për ekonominë dhe hapjen e mundësive për punë dhe zhvillim, një vit transformimi total i Maqedonisë, theksoi Mickoski. Kryeministri gjithashtu theksoi se ekziston një detyrim për të dhënë rezultate dhe për të justifikuar besimin e qytetarëve. Ju uroj të gjithëve shëndet, paqe dhe forcë. Le të hyjmë në vitin 2026 me besimin se puna e palodhur do të shpërblehet dhe se po e çojmë Maqedoninë në drejtimin e duhur, gëzuar vitin e ri, tha Mickoski, ndër të tjera në fjalimin e tij. Su novi investiции, поддршка за стопанството и отварање можности за работа и развој.